lajmë e minjor, Robert Papa. Robert Papa, përshëndes. Përshëndetje. Tani, statuset e Trump, deklaratat e tij, ndoshta ne këtej nga Ballkani i amplifikojmë ndonjëherë. A mund na thoni si janë ato aty për së brëndshmi, rasti konkret i fundit, i cili duket se kishte një lloj qëndrimi për Izraelin. Ishte i tillë? Është presidenti i parë që del haptas kundër Izraelit. Asnjë tjetër s'e ka bërë. Në fakt, duhet të jemi real që media sociale, mënyra se si Trump shkruan me hiperbola, një njeri që konsumon 12 shishe Coca-Cola në ditë ka kafein të lartë, dhe mbas asaj që tha fitore madhështore që e zhdukëm e shkatruam atë vendin ku pasuroi uraniumi, ai tha që do të kemi një paqe që do të zgjas për jetë, me njëherë të dy e shkelën. Problemi është që është e vështirë që të gjesh vërtetën e lirë. Gënjen Khamenei, gënjen Netanyahu, fatkeqësisht dhe zoti Trump. Realisht se çfarë ndodh, media e ka humbur këtë potencë që ka patur dikur më parë. Por problemi është ky që mollahët e Iranit janë në çastet e mbijetesës. Ata nuk do të bëjnë kurrë paqe me Izraelin. Duan të fitojnë kohë, të blejnë kohë. Sa? Në qoftë se supozojmë se janë shkatruar ato ambientet ku pasuroi uraniumi, të paktën për 6 muaj nuk janë në gjendje që të rifillojnë pasurimin e tij. Por Irani ka pasur me mira centrifuga që të bënte pasurimin. Ka disa hamendje sikur është vendosur uraniumi nga mjediset diku tjetër. Nuk besoj sepse Izraeli kontrollon gjithçka. Tani që Irani është shtet diktatorial, problematik që sponsorizon terrorizmin, këtë e dinë gjithë. Por shtet problematik është dhe Izraeli, sepse politika e Izraelit, Tel Avivi, kontrollon fatkeqësisht me donacione të mëdha politikën amerikane. Janë dhënë $490 milion donation për zgjedhjet e senatorëve dhe kongresmenëve. Dhe Netanyahu, edhe pse Trump i tha që mos godit, ishte ai që goditi i pari. Problemi është që Irani është shumë dobësuar. U gjend nuk ka mbrojtje kundërore, por ama edhe raketat e lëshuar nga Irani kanë dëmtuar lagjet të tëra në Tel Aviv. Kam folur me qytetarë të Tel Avivit që thonë është ndryshe nga raketet që hedh Hamasi ose Hezbollahu, që thyen vetëm një dritare, këto raketa shkatrojnë një pallat. Por kanë atë sistemin e alarmit, rreth 10 minuta ke mundësi të futesh në rifugj ose diku ne. Dhe kur hidhen një mori e madhe raketash, atëre Izraeli mendon më mirë të mbrojmë godinën e shërbimeve sekrete, repartet ushtarake dhe ka lënë në mëshirë qytetarët. Por sa mund vazhdoj ky sulmi Iran? Kanë rreth 2500 raketat mbetura. Por Izraeli u ka shkatruar shtretrit që lëshojnë raketat. Mendoj se për 2-3 muaj do të ketë një zbeje të konfliktit, por jo ashtu si thot zoti Trump. Këto janë dy vende që nuk do të gjejnë paqe me njëri tjetrin. Irani kërkon ta zhduk Izraelin. Izraeli kërkon atë luftën e 7, mbasi ka detyruar Amerikën të bëjë 6 luftra, kërkon që të hyjë në Iran. Por Trumpi nuk hyn me trupa, sepse kundërshtohet më shumë nga MAGA. Ajo që më ka bërë përshtypje është që e kanë mbështetur Bolton, Pompeo dhe zëvendës presidenti. Bolton i tha që ka bërë gjën e drejtë, por nuk duhet ndalë këtu. Pra të kemi ndryshim regjimi. Pa kënaqësia të njerëzit është shumë e madhe. Irani është 92 milion banor, por ka përbërje të ndryshme etnike, të cilët e kanë treguar disa herë që janë ngritur në revolta. Irani ka një popullsia më e madhe është në moshën 30 vjeçare. Ata e shikojnë në vendet përreth, vendet arabe, se si jetojnë brezit tyre dhe si jetojnë në varfëri ata. Irani ka harxuar $1 trilion për të sponsorizuar Hamasin, Hezbollahun dhe prodhimin ushtarak të raketave. Por ka psuar edhe një dëm tjetër $1 trilion nga sanksionet ndaj tij. Pra, kur gjendja ekonomike është e tillë, mendoj që edhe aty regjimi do të bjerë. Kreu nuk ka një sistem votimi për hequr dhe për të vendosur ajatollahun. Ai ka qenë 89-ën dhe në vitet e fundit është bërë më agresiv. Nuk dihet fati i tij, thuhet që është në një bunker. Në doj ka dalë edhe princi, djali i mbretit, i cili afron veten, por nuk besoj se nuk kam parë ndonjë mbështetje nga amerikanët. Problemi është që Trump nuk është i pari që godet. Ka goditur presidenti Reagan 89-ën kur Irani mbylli Hormuzin.
e shkatroi komplet marinën ushtarake të Iranit. Por gabimisht amerikanët goditën dhe një avion civil ku vdiqën 299 vet. Irani e njeh frikën. Ashtu siç kontrollon popullin e vet, bazuar në frikë, ndjen dhe frikën ndaj tij. Nuk do që Amerika të hyjë në konflikt. Me Izraelin përplasen me raketa dhe dëmtojnë njëri tjetrin. Por sa herë që hyn Amerika dhe ajo që e tmerron shumë klasën drejtuese është ajo që ndodhi me Sadamin. Ka pasur një luftë madhe Iraku me Iranin me miliona të vrarë dhe vendet arabe në këtë çast janë në një plan me Izraelin dhe me Amerikën. Qartë, zoti Baba, te pak më parë, edhe në fakt në trojë vëmendje, të tre gënjë Netanyahu, Ali Khamenei dhe Trump. Tani, se edhe ne kemi humbur pak forcën dhe këtu e kanë fjalën mediat, gazetarëve të investigativ për të kuptuar edhe për të shkuar drejt vërtetës. Po, ma do mendja si një ndjekës i vëmendshëm, ju e keni një të vërtetë tuaj rreth asaj që po ndodh apo jo, pavarësisht të mjeshtrave që po na japin, si vetat pak më parë. Unë kam fatin që komunikoj me ambasadorin Bolton dhe me një nga ikonat e konservatorizmit amerikan, Bill O'Reilly. Dhe informacionet më shumë tema, po ashtu siç flet Trump, nuk mund thuash obliterated që e shkatroi të gjithë. Sepse pa shkuar në teren, pa e parë shkencëtarët, ti nuk mund të arrish në të përfundim. Goditja ka qenë shumë e madhe, të hedhësh 17 bomba nga 15 ton, $500 milion secila, duhet të jetë dëmtim i madh, por askush nuk e di. Sepse në qoftë se do të ishin 400 kg uranium aty dhe do të bombardojë dhe uraniumi, pa diskutim që do kape nga agjencitë e ndryshme të armëve bërthamore radiacionin në zonat përreth. Edhe mund ta kenë spostuar diku tjetër. Irani është si u rrithët me tunele, siç ka qenë dikur Shqipëria në kohën e diktaturës. Pra mund të kenë vende të tjera, për momentin është goditur. Gjua e Trump është hiperbolike. Të këtë them nuk e besoj. Nga ana tjetër Netanyahu nuk jepen pamjet e shkatrimeve masive në Tel Aviv. Po të shikosh Al Jazeera, çka unë her pas here dhe e ndjek, janë shkatruar dhe lagje, pallate të mëdha. Pra, edhe Irani godet civilet, kurse ata kanë shkatruar mbrojtjen kundërerore. Khamenei pse gënjen? Është e turpshme qesharake. Kanë telefonuar amerikanëve dhe ju kanë thënë do të bombardojmë disa raketa në Katar dhe mbas kësaj do bëjmë paqe. Por në çfarë u tha nga televizioni iranian, u shkatrua përfundimisht baza amerikane atje. Kjo është ajo që nuk duhen besuar të gjithë. Zoti Baba, këtë pyetja e detyrojnë Ali Khamenein që të largohet apo e asgjësojnë? Kjo e dyta është më e lehtë. Por problemi është që nuk din se ç'do të ngjas pas, sepse me këtë ushtri që Amerika është ushtria më e fortë pa diskutim dhe me këtë B-52-shin e tregon nuk e ka pas një radar. E disa del në radar B-52 sa një mushkon. 37 orë nga Missouri vajti ardhi, 2 vet kanë fjetur me turne. Pra, kur e kanë pyetur një ambasadorin Bolton që a mund të na godas me bombë bërthamore Putini, ai tha që Putinin ne mund të zgjesojmë brenda 10 minutash, dhe ai e di. Ndryshe të pyesi Sulejmanin. Problemi është çfarë ndodh pas. Trumpi nuk ka end game, nuk njihet për strategji. Nuk të dëgjoj. Po tani, fol. Nuk e bëjnë sepse e parë duan të krijojnë precedent apo jo? Nuk është se nuk kanë vrarë, domethënë se Sadamin e varën. Problemi është që çfarë ndodh me post Ajatollahut. Ka diferencë. Irani është Ka diferencë dhe për nga numri i popullsisë, por edhe për shumë gjëra tjera. Irani është 30% e naftës prodhohet aty. Irani ka aleat Kinën dhe Rusin, por fakti që as Kina as Rusia nuk e mbështeti, tregon për mua ato që ju kam thënë më parë që bota është tripolare. Amerikë, Rusi, Kinë. Dhe kinezët i thanë mos mbyll Hormuzin sepse 50% e naftës që shkon në Kinë vjen aty. Dhe duke i prishur atë zjarin e ferrit që kishin Hamasin, Hezbollahun dhe Hutis, është në çastet më të këqija. Për 12 ditë thuaj se ushtria është shkatruar. Ato krerët e ato telefonatën që dhat ju, ka shumë që kanë konduktuar me princin, me djalin e mbretit. Pra ata nuk duhet të vazhdojnë të fusin duart në gjak. Dhe
nëse Irani është një diktaturë, po ta krahasojmë me kohën tonë, kanë shumë herë më tepër mënyra për të komunikuar me botën, kanë internet, nuk është jeta aq si e kujtojmë ne me Ferexhe. Brezi i ri jeton si perëndimor por fshetas, kanë kontakte, e njohin realitetin, pra ka dritare. U ngritën 2 herë, Obama nuk i mbështeti. Me Trump e ka thënë atë që mund të azjesoj me dikuje, por i ka dhënë dhe një mënyrë që të largohet vetë. Djali mbretit i tha që jep dorëheqjen. Ai është 86 vjeçar, diktaturat jetojnë me moshën e diktatorit. Në Shqipëri të ne shkoj diktator dhe e qerek, edhe 5 vjet. E kuptova. Largohet, azgjësohet, madomendja që të dyja tezat qëndrojnë në tavolinë. Çfarë ndodh më pas? Opozita drejton vendin apo do ketë prezencë shumë të madhe, ndikim shumë madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Se ka një diferencë edhe në Siri, u largua Asad drejt Rusisë, po ama ndikim të fortë ka pasur Turqia, një aleate e NATO-s me marrëdhënie të mira, edhe korrekte me SBA-n deri diku, po edhe me vende tjera. Pra, është një lloj garancie, kurse në Iran, nëse largohet ky regjim, kush drejton vendin? Irani ka njerëz shumë herë më të zgjuar se Siria. Ka shkencëtar, ka mendje të ndritura. Është një kulturë shumë e madhe. Nuk besoj se do të bjerë në gabim tjetër mbas kësaj diktature nga 89 deri sot. Irani i ka disa opozita. 3000 janë azil, ke në Amerikë figurat më dha, ke shkencëtar, ke autor. Pra, në qoftë se jepet mundësia, do të ngrenë një demokraci. Por problemi që amerikanët nuk e kanë kuptuar që nuk është si gripi demokracia, nuk mund të shohësh demokracinë amerikane në vendet arabe. Duhet të jemi realist. Por në kohën e Shahut, siç thonë, Irani ka qenë modern, por Shahu u bë represiv. Ndjesjet ndërpres, po kanë kuriozitet shumë madh, si ka mundësi te kjo zona e lindjes mesme nuk mund bëhet, nuk mund krijohet një demokraci solide le të themi. Pse? Mentaliteti kanë qenë në sisteme shtypse në perandorinë osmane, shikohet edhe në Shqipëri, edhe ne kemi të vështirë të ndërtojmë sistem demokratik. Është mentaliteti. Kulturat më shumë që përshtatet ky sistemi demokracisë janë protestantizmi. As katolikët, as ortodoksët, sepse këta kanë korrupsionin klasik. Pse po është në gjendje të keqe Irani? Korrupsioni. Pse po dështon Putini në Ukrainë? Korrupsioni. Shoqëritë që brehen nga korrupsioni, mentaliteti i bakshishit, si ma ka thënë dikur Holbrooku, i mban peng këto. Dhe po të shikosh dhe vendet arabe, kanë prosperitet për një grup 10%, po janë diktatura. Sillen keq me femrat, me fëmijët. Kjo është kultura tyre, nuk e ndryshon dot. Në qoftë se do të bësh ndryshim regjimi, e bën amerikanët me Gaddafin, po Libia nuk dihet se si është sot. E bën me Irakun. Iraku mbaset diçka më mirë. Kudo që kanë ndërhyrë për ndryshim regjimi, nuk kanë sjell qasje më të mira demokratike. Është e vështirë. Në Irak hoqën gjithë partinë e Saddamit, si të hiqe partinë e punës në Shqipëri, që nuk e hoqën fatkeqësisht. Prap nuk funksionoi. Nuk është sprint, është maraton. Por Izraeli do një Iran sa më dobët. Çuditërisht në kohën e Shahut marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira. Ka një të drejtë. Ka një të drejtë, se kur është krijuar Izraeli në 48-ën, Departamenti i Shtetit nuk ka qenë mbështetës për krimin e shtetit. Pentagoni po, si platformë ushtarake. Tani pjesa dërmuese e qytetarëve të Izraelit kanë ardhur nga ish-bashkimi sovjetik, nga Ukraina, nga Bielorusia, dhe vjen te tokat e dikujt që mund të ketë të paktën 700 vjet aty të palestinezëve, ndërton një shtet duke mos i lejuar ata të kenë të drejtën shtetit tyre. Palestina në fillim ka qenë shtet për të gjithë, jo shtet fetar për hebrejnë. Kjo është baza e konfliktit. Por fakti është që në atë zonë Izraeli ka një demokraci perëndimore, përfaqësuese, shtet shumë i fuqishëm ushtarakisht, edhe në ekonomi, dhe ka kthyer atë shkretirë si një parajs. Por janë miliarda dollarë që vinë nga Amerika. Zoti Papa, doja të pyesja për atë që po ndodh në samitin e NATO-s në Hag. Gati 6 muaj më parë kemi folur do të shkojë kryeministri Rama në SBA apo nuk do të shkojë, me kë do të takohet, se po shkon
në Amerikë dhe tjera si këto. Tashmë është zhbardhur gjithçka, ka që në dasmën e Soros nuk takoi asnjë përfaqësues të administratës amerikane, ama nesër do të jenë bashkë, apo jo? Trump dhe Rama. Janë sot në darkë. Takohen, ti mendon se do të jetë qëndrimi i tyre? Sot në darkë janë të gjithë drejtuesit. Duke u favorizuar nga Albania, mund të jetë afër Donit. Në qoftë se nuk do të jetë afër, tregon që ignorim ndaj tij. Berisha ka qenë afër sa herë që ka shkuar. Rama mund të çohet, mund të thotë që fal Zotit që ka fituar Donald Trump, që shpëtoi bota dhe perëndimin, e mbështesim, siç e ka bërë në 2018. Por mund ta injorojnë si në mungesën e ftesës në Vatikan apo tek katedrale e Parisit. Problemi është ky që Rama nuk shkon si Rama shkon si i votuar nga ty e nga unë. E çojmë ne atje. Ati duket vetja sikur ka shok Macronin e Trumpin. Unë dua që çdo kush që shkon të përfaqësoj me dinjitet vendin tim, jo me batuta karagjozësh. Fundit në atë tavolinë me 32 vet, Rama deri tek vendi 30 mund të jetë nga rëndësia, ndash si ekonomi, dhe aq më tepër që Doni dy fjalë i ka me të merr dhe i kundërshton, Soros dhe socialist. Dhe dje Partia Socialiste e Hollandës, motra e Partisë Ramës, ka bërë protestat më dha kundër natës, rastësisht. Ke një parashikim pra që do të në darkën e mbrëmjes e sotme, por gjithashtu edhe nesër. Ato që thuhen dark nuk bëhen publike. Ai me hamendja ta ketë fugën që të bëjnë një fotografi, sepse fotografi nga darka s'kemi parë. Nesër do jetë brief e shpejt. Trumpi nuk reziston dot, ka dhe probleme shëndetësore, ka thënë që të mblidhen diskutimet, të mos folet për artikullin 5. Fillimisht u tha nuk do të ketë komunike, do të ketë e ka përpiluar dhe Trumpi do të shpall fitoren sepse pranuan të paguajnë 5%. Faktikisht nuk kanë pranuar 5%, Spanja kundërshtoi, Trump filloi të shante ndaj tyre. Evropianët e dërguar të zgjuar do paguajmë 3.5 dhe 1.5% janë plotësuese, ura, rrugë, dhe Trumpi nuk e kupton, kujton se paguajnë Amerikë. Ato janë para që shpenzohen për mbrojtjen, Gjermania po fillon të prodhon vet, firmat gjermane do t'i marrin. Por qeveritë në Gjermani dhe në Francë nuk rezistojnë dot në qoftë se rritin shpenzimet ushtarake. Humbasin me votë, janë shtete sociale. Gjermania ka 4 vjet që nuk ka rritje ekonomike. Ekonomia e Gjermanisë kanë thënë është më e vogël se ekonomia e Kalifornias. Ushtria gjermane është më e vogël se garda mbrojtëse e New Jersey-t. Për 20 vjet mund të fuqizohen. Aktualisht është shumë e vështirë sepse janë qeveri me programe thellësisht majta sociale, kanë vende që kanë mjekësinë falas, që këtu nuk e kanë. Universitetet janë falas pjesë ndërmuese, këtu është minimumi $40.000 në vit, janë dy botë ndryshme. Natyrisht që ka të bëjë GDP-a, se Shqipëria mund të paguajë 8%, po sa ke GDP? GDP-a e Gjermanisë është më e madhe. Amerika paguan rreth 3.5, po shkon 1 trilion, më shumë nga të gjithë. Dhe në fakt, dy ushtri janë realisht NATO, Amerikania dhe ajo Turqisë. Zoti Baba, më lejoj që të përcjell një qendrim të fundit të administratës amerikane. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, ka zgjatur edhe për një vit urdhrin ekzekutiv për gjendjen e jashtëzakonshme në Ballkan. Në dokumentin zyrtar publikuar në regjistrin federal thuhet se situata në rajonin e Ballkanit vazhdon të përbëjë një vendim të pazakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në njoftim theksohet se veprimet e individëve që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilizim në Ballkan vazhdojnë të pengojnë përparimin demokratik dhe integrimin e rajonit në institucionet euro-atlantike. Tani, good news. Nga statusi mbas zgjedhjeve të 11 martit të ambasadës amerikane. Tani ky nuk është status në median sociale, kjo që më lexuat. Jo, nuk është status, nuk është status. Okej, s'ka të bëj Trumpi. Mund ta komenton. Ja ta them unë. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, 99.9% janë ata që kanë qenë nga koha Blinkenin. Është gjua vazhduese e tyre. Mua më vjen mirë që sadopak të kemi vëmendjen e administratës së re. Funksionon në këtë mënyrë. Përgatitet fillon nga desk oficeri, shkon te nën sekretari i shtetit,
shkon tek Rubio dhe vihet emri i presidentit. Natyrisht që Trump nuk besoj se e njeh mirë situatën në Ballkan, por me këtë tregon që janë aksesorë të tjerë që ta bëjnë ta njoh. Fakti kur thotë që unë kam ndaluar luftën Kosovë-Serbi, tregon që nuk e njeh, nuk ka ndaluar në luftë. Dhe ka të ideja e marrjes çmimit Nobel. Problemi i Kosovës është problem që neve na shqetëson të gjithëve, por ashtu si nuk na dëmtoi herën e parë, kjo tregon që në Amerikë ka qendra për interesat kombëtare mbi presidentet. Fakti që është i njëjti vazhdim i asaj që thoshte administrata Biden për Ballkanin dhe kjo më bën të gëzohem që në politikën e jashtme këta bashkohen. E ka fjalën vetëm për luftën edhe për konfliktet e hapura? Jo. Siguri Rama duhet të për parimin demokratik dhe integrimin e rajonit dhe institucionet euroatlantike, pa domendja ka mesazhe edhe për politikën. Po pa diskutim. Tek interesat e sigurisë amerikane, korrupsioni mbetet nga gjërat kryesore që luftohet. Demokratizimi është ajo që departamenti kërkon platformë jo për të majtët, po do të mbështesë dhe djathtët. Kjo është një shenjë e mirë për që duhet dihet përdoret. Varet, duhet dish të lexosh, për Rama është shuplak. Rama hyn tek këta njerëz që prish këtë stabilitetin amerikan, tek ata lidhë bashkë me Vučić. Nuk thuhet me emër. Mjafton që kemi një vëmendje. E kuptova, është gjithmonë e mirë, si puna e reklamës. Reklame me Amerikën s'ka reklam. Sticks and carrots. Tani, ky është mesazh për gjithë klasën politike, po thoni apo vetëm për Ramën? Ata që janë pushtet kanë dorë. Për gjithë, kush është i korruptuar, Amerika i ka, domethënë korrupsioni është kryesori, problemi është që nuk don ndikimin rus. Po kjo nuk është gjua reale e njerëzve të ngushtë Trumpit. Është kjo që them, vijshmëria e politikës amerikane, që ka nisur hershëm për të mbajtur larg ujrave të ngrohta ariun rus në atë kohë, dhe tregon që është kthyer vëmendja. Në qoftë se ne ja lejmë Ballkanin Gjermanisë dhe Francës, ne jemi të humbur. Faleminderit. Kënaqësi. Kudo në Shqipëri.